Këtu është horoskopi e hënë 10 nëntor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Ka më shumë liri veprimi, më shumë vullnet, më shumë dëshirë për të bërë. Tani mund të krijoni një mundësi të re pune, në dashuri ndaloni pasigurinë, kërkoni më shumë. Demi. Pasioni për gjërat që lidhen me punën, për një projekt që keni në mendje. Nuk përjashtohet mundësia për të fituar para apo për të zhbllokuar një situatë financiare. Binjaket. Fizikisht jeni mjaft i fortë, por nëse ka pasur probleme të mëdha pune apo dashurie, është normale që tani duhet të rikuperoni. Mirdita, por ju dukeni e çorientuar. Gaforja. Ditë po protagoniste, plot gjëra për të bërë, projekte të vlerësuara si të favorshme. Mbrëmja do të jetë e këndshme vetëm, një dashuri mund të bëhet sërish protagoniste gjatë këtyre ditëve. Luani. Është koha e duhur për të pohuar veten, edhe për ta bërë veten të dëgjuar, veçanërisht nëse dikush ka pyetur kohët e fundit punën tuaj. Takime të reja të rëndësishme, kënaqësi. Virgjeresha. Duhet të keni kujdes me financat pasi mund të ketë ndonjë shpenzim shtesë. Pasdite jeni i tensionuar. Ata që janë vetëm të dashuruar nuk kërkojnë risi për momentin. Peshorja. Një premtim i thyer mund t'ju bëjë nervoz. Ju jeni shumë i zemëruar sepse dikush nuk dëshiron të njohë vlerën tuaj, sukseset tuaja, përpiquni të jeni të qetë. Akrepi. Largoni melankolin, marrëdhëniet më të ndërlikuara mund të jenë me anëtarët e familjes ose të afërmit, sot rrezikon të dërgosh shumë njerëz në atë vend, problemi është se për arsye të ndryshme je bere intolerant. Shigjetari. Kjo periudhë duhet të jetohet në një mënyrë pozitive, duhet të merreni me punë, sepse kjo fazë sjell edhe diçka më shumë në dashuri. Ka një energji dhe dëshirë të madhe për të filluar përsëri, qoftë edhe nga e para. Britsjapi. Gjërat përmirësohen, edhe mund të rikuperoni një marrëdhënie, ndoshta keni egzageruar në një debat, por ka edhe kohë për të kërkuar falje ose për të kapur hapin. Ujori. Ka të ngjarë që dikush të ketë diçka për të thënë për ju, por mos mbani inat. Shërimi mirë në punë, por jo në dashuri. Peshqit. Ditë e fortë, e qëndrueshme dhe edhe me fat për ata që punojnë jashtë qytetit ose duhet të diskutojnë një projekt. Preferuan ata që tashmë kanë një dashuri dhe duan të jetojnë së bashku ose të martohen. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.